Përshëndetje, ku jemi këtu live me parashikimin e hënë së re, hëna e re në shenjën e ndikimit dhe pozicionimit planetëve në shenjën e Demit, ku do flasim çfarë ndodh në shenjën e Demit dhe ku gjërat ndikojnë dhe realizojnë çështje të mëdha. Duket se hëna e re në Dem sjell një kapitull të ri, por edhe disa ndikime në blerje, shit blerje apo materiale. Hëna e re në Dem ka disa mundësi në lidhje me ndryshimet të mëdha që kanë bënë, mundësi që jepen në kohën e duhur, sepse çështjet madhore ka të bëjnë shumë. Kjo do ndodhi në datën 27 prill, ku gjërat që kanë të bëjnë me ndikimet të mëdha në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Hëna e re që formohet në shenjën e Demit sjell mundësi për blerje dhe jo vetëm. Çështjet e natyrës financiare duke se është një rezultat pozitiv në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierën, lidhje me stabilizimin financiar, po hapet që duhet të jenë të matura, të bazuar në praktikën e fortë që ndodh, sepse shenja e tokës, që është hëna e re në shenjën e Demit, na jep mundësinë, por vallë ne jemi gati të përgjigjemi mundësive që neve na jepen. Këtu është çështja. Unë them se po, sepse ka një ndikim shumë të madh, është mirë të organizohemi në plane, në përpjekjet që neve bëjmë, në mundësitë që kanë bëjnë çështje të madhore. Diskutohet, kjo është diçka shumë e mbarë. Ndihmon në zbatimet të punës, në karrierës, në çështje sentimentale, në ndikime të favorshme, marrëdhëniet afatgjatë do të kenë mundësi të vijojnë drejt një zyrtarizimi të një lidhjeje. Pra ndikimi që ka të bëjnë është mundësia dhe momenti i dur. Ngjarjet do të jenë mjaft emocionale, në çifte që do të jenë në nisje një rrugë të re, lidhje me një pasardhës, diskutojnë që çështjet e favorshme që do të ndikojnë në këto lidhje që do të sjell kjo hënë e re në rrugtimin e saj. Për sa përket beqarëve, do të kenë mundësi për njohje të reja. Qasjet që do të jenë të drejtë për drejta, jo hezituese. Por sa do të ndikojnë kjo hënë e re në 12 shenja zodiakale? Por para se të fillojmë me 12 shenja zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për juve që interesoheni dhe doni të dini mbi ndikimin e hënës së re, sa ndikohet në shenjën tuaj. Atëherë kemi hartën atje, atë rozë që shikoni atje mund të klikoni, mund të shikoni, pra ja pasi që shikoni dhe juve vetë aty, mund të zgjidhni një nga paketat që janë atje, pra e shikoni paketën, ja pra pikërisht atje, zgjidhni paketën tuaj dhe numër për katës të blerjes, pra pikërisht aty, e zgjidhni, shikoni tek sekretaria, është ajo dritare e vogël atje me blu atë lart, e shikoni dhe vetë atje, dhe më pastaj duke bërë blerjen dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që siç jemi live, e juve doni parashikim tani të merrni një përgjigje dhe për ata që nuk e dëgjojnë parashikimin e tyre, mund ta marrin edhe me shkrim. Atëherë mund të kemi pikërisht tek ky butoni këtu, klikojeni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe në kohën që ne jemi live dhe merrni përgjigjen, pra e merrni live dhe nëse nuk kemi kohë për të lexuar, edhe juve i shkruani dhe e merrni përgjigjen përsëri në inboxin tuaj. Tani le të hedhim një sy 12 shenjë zodiakale, ndikimet që kanë bënë. Kemi shenjën e Dashit. Ku shtet ajo që do të keni, do të gjeni shumë të favorshme në çështjet financiare. Favorizime në çështjet financiare është motoja për sa përket shenjës së Dashit. Ajo që do të keni në këto kushtet, favorizime që kanë bënë në çështjet financiare, mundësinë për mirësime dhe do të zbuloni disa burime të reja të ardhurash. Koha do të jetë e përshtatshme për të rregulluar llogaritë të hapura me të shkuara, por të ndjekur ndikime dhe favorizime të mëdha që do të keni tani e tutje. Ajo që do të shikoni me ndryshimin dhe vendimet të mëdha që do të keni në marrëveshje dhe premtime financiare, dhe kjo favorizon shumë të negociata dhe duket se është koha më e mirë e mundshme. Mos i lini gjërat të rrjedhin ose të nxitoni, le të rrjedhin vetë. Leni gjërat të vinë aty ku duhet, sepse keni mundësinë dhe kohën e duhur, miqtë e mi të shenjës së Dashit, ku është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar çështjet e financave të dashurisë dhe jo vetëm. Për personin që ju intereson, mund të bëni një bisedë dhe mund të flisni qartë, hapur për gjërat që juve doni të keni, sepse është një moment fantastik, është një moment i duhur mbi çështjet që kërkoni, mbi gjërat që dëshironi dhe të avanconi.
të shenjës së dashit në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur disa problematika të ndryshme, disa gjëra që nuk keni arritur aty ku duhet, por vjen një moment i artë tani ku është momenti dhe mundësia për të stabilizuar çështjet ekonomiko-financiare dhe dashurinë. Lidhjet afatgjatë, që do thotë për shenjën e dashit, do thotë lidhjet që kanë bënë me binjakët e 10 ditësh të parë, me virgjëresht të 10 ditësh të tretë që është perfekta, me një shenjë ajri, sidomos me peshore, pregatituni, sepse nuk do ketë fejes, por do ketë njohje dhe martesë. Ka diçka shumë madhe sepse i pasardhës vjen shumë shpejt se që e keni llogaritur. Pra është diçka shumë pozitive. Madje është koha juaj dhe momenti më ideal. Shfrytëzojeni në maksimum këtë hanë të re ku do t'japi mundësi, fuqi dhe zgjuarsinë për të bërë gjëra të mëdha. Vijojmë tek shenja e radhës, tek pikërisht te kjo temë kaq e rëndësishme, që do thotë shenja e demit. Hënere në shenjën tuaj, do thonë ndihmon të lëvizë në mënyrë më perfekte në çështjet që lidhen me zhvillimin tuaj financiar, me jetën tuaj personale, në sektorin profesional dhe financiar. Terreni do të jetë i favorshëm për pretendime dhe ndryshime, punë, takime dhe rritje rroge. Do të jetë shumë pozitive. Karakteristikat tuaja do të jenë ndikimet dhe çështjet të mëdha e punës, vendimet, role drejtuese, dhe kjo ka të bëjë shumë me çështje të mëdha dhe financat që juve ju jepen. Është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo periudhë dhe nuk diskutohet që është aja dhe zhëja. Den të dashur, keni kohën dhe momentin, shfrytëzojeni në maksimum këtë periudhë sepse do të arrini majat në çdo aspekt të jetës suaj. Është pikërisht një herë në 6 muaj që ndikon në çdo shenjë, nëse do të flasim për hënën e re, hënën e plotë, ndryshime dhe ndikime planetare, por meqense është momenti i duhur. Tani në këtë shenjë, në shenjën perfekte të shenjës së tokës, ku përballë keni shenjën e ujit, çfarë do të thotë kjo? Martoheni, sepse në shenja e ujit, që është akrepi që keni përballë, është momenti, emocioni, është mundësia dhe rëndësia që do të jepni juve kësaj ndikimi, kësaj çështje kaq të madhe me hënën e re. Dhe kjo do të thotë gjëja më e mirë që mund të bëni, të esni përpara në mënyrë të koordinuar në nivelet praktike, në sferën emocionale, kurse të palidhurit kanë një moment shumë të mirë, kanë një moment pozitiv, kanë një moment fantastik. Në kohën e duhur, në momentin e duhur për zgjidhje të konflikteve të vjetra që keni pasur ose diçka të re që është tani dhe është momenti më i mirë i mundshëm për gjëra që doni të bëni. Një fillim i ri. Dhe kjo do të thotë që momenti që ka të bëjë shumë, do të keni disa angazhime me akrepin, bashkëjetesë, dokumentacione, ju keni në diasporë të shenjës së demit, keni gjithë mundësinë. Shfrytëzojeni në maksimum, do thotë Jorgo, dhe është aja dhe zhëja për të arritur në maksimum të gjërave që ju keni dhe të momenteve që ju vinë. Mos e lini pas dore, esni përpara se do më kujtoni se ka diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e ajrit dhe mundësisë, që do të thotë binjakët. Për sa përket binjakëve, duket se përpiqeni të ruani shoqërueshmërinë. Shoqërueshmërinë tuaj pushmangni ndikimet jo të nevojshme të debateve. Është e mundur që çështjet e së shkuarës ju kanë zhgënjur, ju vinë në mendje, por kujdes, mos u merrni me të kaluarën, merruni me të ardhmen. Është motoja. Sepse ka një ndikim shumë të madh tani, një dështim i së shkuarës jo për fajin tuaj, por dështimi i së shkuarës nga persona të ndryshëm. Dëgjoni instinktin tuaj. Është momenti dhe koha për të zhvilluar dhe ndryshuar me optimizëm lidhjet dhe punët që vë keni. Në mendimet dhe në çështjet e planave që vë keni në fushën e karrierës dhe të natyrës financiare, do të keni mundësi në bashkëpunim apo marrëveshje të reja. Ata që përballen me vështirësi financiare do të gjejnë mundësinë për zgjidhje dhe të arrini të shpëtoni nga presionet të ndryshme. Momenti dhe koha që të kaloni në nivel praktik dhe durimi juaj sa më i koordinuar dhe aq më i menjëhershëm në vendime që do të ketë i rezultate të shkëlqyera në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe të dashurisë. Një nga momentet më fantastike për juve të shenjës së binjakëve është ajo e fillimeve të reja, në fushën e punës, në fushën e biznesit, të karrierës dhe të ndryshimit.
Momenti më i mirë dhe çështjet më pozitive të qella ndonjëherë është pikërisht tani. Është pikërisht kjo kohë. Lidhjet afatgjat me të shenjës së binjakëve. Që do thotë me gaforët e 10 ditë të parë, me ujorët e 10 ditë të tretë, është koha më ideale që ndonjëherë, është momenti më i mirë dhe më pozitiv. Vazhdimësia, korrektësia, momenti, koha është për juve dhe funksionon për juve. Një lidhje afatgjat bashkën familjare në Londër, në Angli, të shenjës së binjakëve, do të thotë një ndikim fantastik që është me bricjap apo me virgjëresht të 10 ditë të tretë. Pregatituni. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë uji me mundësi dhe rëndësi të veçantë financiare, që do të thotë gaforja. Formimi i hënës së re në shenjën e demit, koordinatori juaj ju ndihmon të mendoni në mënyrë më perfekte dhe kërkoni terrene të forta për stabilizimin dhe do t'i jeni. Do të thotë punë, do të thotë karrierë, do të thotë ekonomi. Në çështjet financiare do të shikoni gjërat janë shumë të favorshme. Për marrëveshje negociata të rëndësishme, do të keni mundësi të merrni të ardhmen në dorë. Ka mundësi që propozimet e reja do të dëgjoni dhe ata për jush që të kërkojnë një punë që ka mundësi të jeni diçka të vlefshme dhe stabilizim afatgjat në punën tuaj dhe besimi në aftësitë tuaja komunikuese dhe të punës suaj. Është një moment mjaft pozitiv, është një moment fantastik. Bini pas, mos e lini pas dore, sepse është pikërisht kjo kohë, është pikërisht ky moment për të zgjidhur gjithçka keni, gjithçka doni. Në sferën sentimentale, duket se me siguri keni në fushën e partneriteteve dhe të dashurisë do të jetë i favorshëm për konsolidimin e një lidhjeje fantastike. Lidhjet afatgjat me të shenjës së gaforeve është me bricjap. Mos e lini pas dore se do më kujtoni. Ka diçka shumë madhe, ka diçka që lidhet mjaft mirë me njohjet e re që keni. Lidhje me të palidhurit ka një mundësi shumë mirë për beqarët, sepse nga një njohje ta kthen lidhje serioze dhe momentet janë ata që ju bën të ndjeni superior në fushat të ndryshme financiare, ekonomike, në fushat të ndryshme të biznesit dhe të vazhdimësisë. Pra të gjitha këto bëjnë përfundojnë, mbyllin një pazë me një vështirësi të madhe keni pasur kohën e kaluar dhe tani të tashmen e filloni me gëzim sepse arrini në përfundim të gjërave të mëdha që keni përpara. Dhe kjo realizohet fal zgjuarësisë të motorisë suaj dhe kësaj hëne të re që ndihmon kaq shumë në shenjën e demit, kur juve si shejuj përfitoni në këtë aspekt. Lidhjet afatgjat që kanë të bëjnë ose keni pasur një ndarje ka qenë me peshore të 10 ditë të parë, kur është momenti tani për ta zgjidhur gjë tjetër. Vijojmë tek shenja e radhës, sepse ka të bëjë shumë me një çështje madhore, çështje pozitive në pozicionin planetar që ju jepet, që do të thotë luani. Do të keni mundësi për sa i përket talentit tuaj dhe aftësitë tuaja në fushën e punës. Do të është një ndikim mjaft i madh dhe vendimtar në punën tuaj. Keni mundësinë që në profesion do të keni sukses dhe do shkëlqeni. Do të ngrini në prestigj dhe do të fitoni vlerësimin që kërkoni. Është e mundur që të ndjeni nevojën për të shfaqur karakteristikat tuaja pozitive dhe do të theksoni imazhin tuaj shoqëror, ndoshta duke përfituar nga bujaria juaj dhe persona të tretë, sepse juve jeni shumë të ndikuar dhe pozitivisht në anën tuaj dhe është një moment mjaft i mirë, është një moment mjaft fantastik për juve të kësaj shenje ku gjërat janë mjaft pozitive. Luan të dashur, erdhi momenti që juve të jeni vetvetja dhe të përfitoni në anën ekonomike, rritjen e detyrë, rritjet ardhurash. Një moment fantastik që do të ndodhi tani e tutje. Do shikoni dhe vetë sepse koha e favorshme ka ardhur. Financat kanë një stabilizim. Dhe për sa i përket çështjeve që lidhen me dashurinë, lidhjet afatgjat, që do të thotë me dem të 10 ditë të parë, pra luan dem, luan bricjap, është koha fantastike dhe mundësi të reja që do të keni tani e tutje për të zgjidhur çështjet problematike. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar. Prandaj gjërat janë fantastike, janë pozitive dhe mundësi të reja që do të keni tani e tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjëra të mëdha. Vijojmë tek shenja e radhës,
që do thot shenja e virgjëreshës. Virgjëresha dashura shenjë toke ku përfitoni nuk diskutohet, sepse ndikimi theksoni spiritualitetin tuaj, si dhe nivelin tuaj arsimor, zgjuarsin dhe respektin që juve keni për të tjerë dhe të tjerë ndaj jush. Hënë e re në një shenjë toke të demit, do t'ju ndihmojë të zgjeroni horizontet tuaja, të angazhoni në studimet tuaja dhe të keni mundësinë për çështje pune dhe objektiva të rëndësishëm. Ajo që do të thotë mundësi, rëndësi në çështjet ekonomike dhe rritje në detyrë, ka ndikime shumë të mëdha dhe dinamizmi duket se ecni përpara, sepse ju takon për të ecur përpara në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe të punës suaj. Momenti dhe koha ku kanë favorizime, kanë mundësi financiare të rregulloni portofolin tuaj, ku mundësit më përpara ishe pamundur të realizoheshin, por nga tani e tutje do shikoni gjërat të ecën përpara, sepse keni punën tuaj aktuale, keni bazën dhe stabilizimin e biznesit në kohën e duhur. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor duken të mbara, edhe pse me peshk keni diçka shumë të madhe në këtë drejtim. Shkojmë tek shenja e radhës, tek spiritualiteti dhe kripa dhe piperi, që do të thot peshorja. Hënë e re po formohet në shenjën e demit, duke sjellë hapje pozitive që do të ndihmojnë të dilni nga ngërçi, nga problematika që keni pasur, a keni përjetuar. Ata prej jush që përballen me probleme financiare, do mund të gjenë zgjidhjen e duhur, do kenë mundësi të kenë një shtysë të re. Fusha ekonomike, financiare, një kredi do t'ju ndihmojnë jashtë mase për të zgjidhur një problem të vjetër. Kjo do të thotë, sepse financat do ecin shumë mirë, disa burime të reja financiare, dhe kjo do të thotë mundësi, do t'ju ndihmojnë për nisma të reja në sferën ekonomike, financiare dhe diçka tjera, sepse mirë është që në fushën emocionale, mirë është të lini marrëdhëniet e vjetra negative. Klima do të jetë e favorshme për njohje të reja, dhe kjo do të thotë nisma të reja në personin që ju intereson. Rezultatet do t'ju kënaqin. Është një mundësi e artë, miqtemi, që lidhjet negative do të thotë më thet thash grinjë njërën tjetrën, nuk dua këtë, dua atë, po se hyshe po se ku, kanë përfunduar. Lidhjet afatgjat do të thotë miqtemi të kësaj shenjës së peshores, që kanë të bëjnë me gafore, kanë të bëjnë me ujor, janë perfekte, edhe pse me dash është vetjeta dhe mundësi të reja që do të keni. Vijojmë tek shenja e radhës, tek shenja e mundësive të mëdha dhe e kohës së duhur, që do të thotë akrepi. Përsa përket shenjës së akrepit, me qenë se akrepët duket se tani e tutje nisin një rrugtim të ri drejt së ardhmes, është një moment mjaft i mirë. Dhe kjo është një periudhë ku gjërat do të ndikojnë, do të diktojnë me fusha të ndryshme financiare, ekonomike. Momenti dhe koha është për juve dhe është mjaft fantastike. Dhe kjo do të thotë që do të ndihmojnë të rivendosni marrëdhëniet tuaja në fushën e karrierës, në fushën e biznesit. Dhe ajo që do të keni mundësinë juve të kësaj shenje të akrepit, duket se ka të bëjnë shumë me takime të rëndësishme jashtë vendit dhe bashkim familjar, ku është një kohë shumë e përshtatshme dhe tepër pozitive. Dhe duket se kjo është periudha më e artë, kjo është periudha më e mirë dhe gjërat që do të ndikojnë në anën tuaj, por është një periudhë shumë pozitive, një periudhë e mirë e artë për të bërë, për ndryshuar mundësi të reja në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, e gjërave të mëdha të tjera që do të keni, dhe jo vetëm, sepse akrepët kanë mundësinë më të madhe në fushën e karrierës. Në dashuri, edhe pse kanë pasur një problem me peshk dhe me gafore, do ta gjejnë zgjidhjen, kurse me dem që kanë përballë dhe ndodh në shenjën e demit hënë re, shikojeni me kujdes, sepse është ardhmja juaj, është jeta juaj, sepse i e dashura shenjës së demit është pranë jush. Juve jeni në gjendje ta diktoni, këtu është çështja. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Përsa përket juve, të kësaj shenje, shigjetarët gjithmonë kanë mundësi dhe rëndësi. Kombinojnë punën dhe ekonominë.
kombinimi puna dhe ekonomia ju çon në role drejtuese dhe shumë të forta lidhje që do të keni. Synimet e tuaja, intuita juaj është shumë e madhe. Ajo që do të keni në fushën e profesionit do ndihmoj të përmirësoni fushën ekonomike. Një burim të ri të ardhurash. Parat vinë në duart tuaja, sepse në investime mirë është të shmangni blerjet e panevojshme. Fokusoni tek ndikimet dhe siguria juaj e ardhmja juaj, sepse solidariteti që ndikojnë pozitivisht nxjerrin në pa anën dhuruese dhe mençurisë tuaj, personalitetin tuaj në fushën e karrierës dhe jo vetëm. Ajo që do të shikoni, sepse ka të bëjë shumë në lidhje me emocionet që keni. Të palidhurit në punë, aty ku do të shkoni, do keni një njohje direkt, papritur, ku do të ndihmojnë për të parë dhe për të vepruar në një kohë të mirë, pozitive dhe stabilizuese në fushën e karrierës tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me peshk, është aja dhe zhëja përse përket shijetarëve. Vijojmë tek një shenjë tjetër toke, që do të thotë britsjapi. Britsjapi të dashur, herë që formohet në shenjën e demit, në shenjë toke si qeni dhe ju, ka mundësi që të ndjeni nevojën për pak pushim, relax, rinovim pune apo karriere. Theksoni marrëdhëniet tuaj personale. Do të ketë një vend përmirësimi në terren dhe do të jetë e favorshme për sa i përket lidhjeve të punës suaj ose jeni larguar me debate nga një punë e re. Rishikojeni sepse do shkoni prapë atje me rritjen e detyrë dhe ata e kanë krijuar bindjen e plotë se juve jeni të parët dhe s'ka tjetër zëvendësues për juve. Dhe jeni ju atje ku duhet të shkoni. Kjo do të thotë mundësi dhe vazhdimësi të qëndrueshme që mund të keni, mund të diskutoni çështjet e zyrtarizimit të një lidhjeje bashkëjetese, sepse do vinë papritur për shenjën e britsjapëve në njohje, në kthimi në lidhje serioze. Është një mundësi bazuar në stabilizimin financiar, ekonomik, bazuar në gjëra të mëdha ekonomike financiare dhe kjo është diçka shumë e madhe dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Interesi juaj, miqtemi të shenjës së ujorit, duhet të përqendruar tek marrëdhëniet që kornizojnë jetën tuaj të përditshme, punën tuaj aktuale. Edhe pse do keni një ekuilibër në fushën e punës, ekuilibri i fushës së punës suaj ju sjell vazhdimsi, ju sjell karrierë dhe mundësi, rritje në detyrë, rritje ekonomike, stabilizim në sferën emocionale me padrejtësitë që ju janë bërë dhe kjo do të thotë që do të jeni zgjidhje. Ju që jeni në një punë të re, do të jepet dhe një diçka tjetër në fushën e punës suaj, në karrierën tuaj, sepse keni të gjithë të drejtën tuaj të arrini majat në këtë fushë, të arrini majat në gjëra që doni, sepse është periudha juaj dhe vazhdimësia. Konkretizimi një lidhjeje afatgjat, që do të thotë megafore, me peshore, me dash, është aja dhe zhëja, sepse kornizohet jeta juaj e ardhmja është e sigurt, sepse ndikimi i hënës së re në shenjën e demit sjell këto mundësi. Shfrytëzojeni në maksimum, se ka për të ardhur momenti dhe koha ku juve dini çfarë bëni në këtë aspekt. Lidhjet janë afatgjat dhe bashkim familjar për juve që kanë bëni në diaspor është momenti i duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e peshqeve. Peshë dashur, nevoja juaj do të jetë të përmirësoni kushtet dhe marrëdhëniet për ata që keni afër. Ajo që duhet të bëni është stabilizimi financiar. Në sferën tuaj të punës dhe të karrierës suaj është finalizimi, stabilizimi dhe korektësia juaj në çështjet e natyrës financiare. Dhe kjo bën që juve të jeni shumë përpara për çfarë në këtë kohë. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur probleme, që nuk i keni zgjidhur, që do të thotë me virgjëresh apo me binjak, do t'i zgjidhni tani. Është momenti dhe koha. Kurse
Britja peshore, këto dy shenja me peshqit kanë një ecuri brillante, por sa gati jeni juve të tesni akoma më tej, do thot në altar, besoj se e keni mundësi. Koha dhe momenti është pikërisht tani. Këto janë pak a shumë por do keni kujdes juve që jeni në diasporë për dokumentacione me këtë hanë të re, bëhet nami. Prandaj shikojni, aplikoni, ka vrarë një individ pastaj kur ka ndodhur fenomenet. Dhe juve mund t'i zgjidhni dhe shikoni. Për më tepër, atëherë kemi faqen roz atje, që shikoni ku mund të zgjidhni një nga paketat që juve ju intereson dhe më pas e dërgoni tek ajo ai kuadrati vogël atje, ajo dritare dhe aty pastaj mund të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it në kohën që është bërë blerja ose nuk e gjeni vetëm aty, mund të shkruani dhe ne vetë flasim pastaj nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit bashkë me bashkëpunëtorët tanë. Por juve që doni që në kohën që jemi live dhe doni të dërgoni mesazhe e të merrni live përgjigjen, pas pikërisht në butoni këtu. Mund të ndiqni hapat, e shikoni si funksionon dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe. Nga unë Jurbulla, mbarsi, shëndet dhe lumturi në familjet tuaja. Jesë mirë.